duket shumë herë më e zbutur se sa gjua që mund të kemi mësuar në rastet të tjera dhe është në domenin politik të tij, ndërsa vetë reagimi i gjykatës kushtetuese në fakt bëri përshtypje se në një farë mënyrë reagimi i tyre duket sikur me të vërtetë kanë përjetuar ndikimin në një farë mënyrë. Po ishte reagim i ashpër. Por gjithsesi unë mendoj që vendimarrjet e kësaj gjykate kushtetuese, sidomos në të 2 vitet e fundit, për disa çështje tepër të nxehta, duke filluar nga ajo e Gjadrit, që ishte për mua hashiqare në kundërshtim të hapur me kushtetutën, por edhe me parimet e një kombi të qytetëruar, që është standardi i përgjithshëm botror, apo vendimet e tjera tepër të diskutueshme, ku në një farë mënyrë qeveria ka dalë fituese dhe për mendimin tim gjykata e ka sfidën me vetveten. Nëse ne dhe gjithë tjerët mund të kemi kritika dhe sigurisht kritikat nuk mund të menjanohen, përkundrazi i bëjnë mirë mirëqenjes vendit dhe shtetit së drejtës, është detyrë e kësaj gjykate që me arsyetimin e tyre të na bind të gjithëve neve, përfshi ata që mund ta kritikojnë ndoshta me dozë më të lartë, që vendimet që japin janë të drejta. Mjafton që të marrë për bazë standardet e gjykatës kushtetuese gjermane, sigurisht ne jemi shumë larg edhe nga pikpamja. Jordan, para se të futim këtu, duhet pyes. Ti si ke parë kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për rritje pagash? Është e arsyeshme kërkesa e tyre? Unë nuk mendoj, domethënë Rama ka, duke patur parasysh këtë fakt, i jep të drejtë vetes ta tejkaloj masën për arsye shumë thjeshtë, sepse në asnjë vend botës gjyqësori dhe gjykata kushtetuese si një gjykatë veçantë, nuk është pjesë e gjyqësorit, por gjithsesi hyn tek magjistratura si koncept më i gjerë, nuk mund të përcaktoj pagat vetvetes. Po si ka mundësi që herën e parë, si ka mundësi që herën e parë e pranoi, se këtë e thotë zoti Rama, e bët një herë këtë gjën, po mos e bëni më. Herën e parë, vendimi herë e parë ka qenë i gabuar dhe jo në përputhje me mandatin kushtetues gjykatës kushtetuese, sepse ishte normale të thonte që po nuk është e saktë paga, sepse nuk kishte një referencë fikse, por kurse si nuk mund të përcaktonte kushtet mbi të cilat duhet përcaktohej paga, se në një farë mënyra se si u struktuar vendimi përcaktoi se si duhet të ishte paga dhe sa duhet të ishte paga, duke përfshirë dhe indeksimin e saj etj etj. Në këtë aspekt mendoj që vendimi aktual, kërkesa aktuale nuk gjen mbështetje në kushtetutë sepse nuk ka përkeçësim dhe në fakt ajo që kërkojnë gjyqtarët është në kundërshtim me pavarësinë e gjyqësorit, sepse duke dashur që ata të jenë subjekt të ngritjes dhe uljes pagave sa herë që Këshilli i Ministrave